Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një video tjetër në kanalin ton. Sot është një video shumë e bukur dhe speciale sepse sot është festa e Fitër Bajramit. E di që kemi munguar shumë për video, por ka qenë sezoni i testeve dhe prandaj do mësonim që dilni mirë. Ju urojmë gjithëve gëzuar Fitër Bajramin dhe shpresojmë që t'jeni gjithë mirë. Sot neve kemi marrë një të ftuar special që tani do vi këtu. I ftuar special është hajde. Gëzuar! Është Gjemi kushëri jon. Sot neve do dalim të mbledhim karamele sepse është Bajrami dhe do t'ju tregojmë çdo gjë, domethënë do marrim karamele, por do të kalojmë gjithë ditën së bashku. Shihni videon deri në fund. So guys, neve kemi mbledhur shumë gjëra, kemi marrë nga një pije. Tani jemi në një lokal. Kemi ulur këtu për të pushuar pak. Kemi marrë shumë karamele, t'ja tregoj. Akoma kemi mbaruar. Po, edhe Gjevi këtu që pa hasi shtaz. Kja mund, shpresoj të pëlqen këto flokët e mia. Hera parë që i kam provu kështu edhe kështu më duken mirë. Unë tani po pi këtë bravon edhe shihemi Tani po pi, edhe unë po pi. Shihemi pastaj. So guys, është pas dite dhe kam ardhur tek Dajat. Kemi pyetur disa njerëz. So guys, ne jemi tek Dajat është pas dite, kemi pyetur disa njerëz për vizitë të shtëpia ime dhe tu tek Dajat. Siç e thash është pas dite, flokët e mia në këtë gjendje janë silesh, por gjithsesi mami, babi dhe familja ime do vinë për darkë tek Dajat, kështu do përgatisin darkën. Por për momentin jo, sepse kemi njerëz, prandaj nuk do e presim. Tani do rrim, jashtë është ftohtë dhe unë nuk e di pse dola më mën këtë shtra, por shumë më dha trunde dhe kështu dola. Tani do futem brenda edhe do t'ju tregoj disa nga ushqimet që kemi bërë, kur shkete shtëpia në darkë, do t'ju tregoj edhe se sa karamele kemi marrë. Kemi marrë shumë, po unë nuk i bëj që, do t'ju tregoj kur shkojmë te shtëpia. Flokët e mi mos i vini sepse nuk di se si di bëj, nuk di se si ti stiloj, si është të lej kështu. Se s'kam që t'i bëja, kuptëm. Ja. Cute. Tani do futem brenda sepse janë njerëzit brenda dhe kur të vazhdojmë me bë ushqimet do t'ju marrim deri për vete.